Eksfisin e kemi tash e sa vjetë bashkëpunëtor tonin, gjithmonë vetëm të kënaqur kemi qenë. Ka sjell rrisi, është shpërnda me vrull shumë të madh në mbar vendin, besa edhe jashtë kufive të Kosovës. Dhe, sot, arsyeja pse unë e kam Genci në studio, ne do flasim për sukseset e kësaj kompanie, për cilësinë, për bashkëpunimet, për kontratat të mëdha që ka. Genc Bajrami, mirë se erdhe Genc Eksfisi. Përshëndetje Dita, Si je? përshëndetje ty edhe stafit, mirë, faleminderit. Si je ti? Mirë Genc, me punë për ditë, por kur ecin mbar, sado që ka shumë punë, nuk e vrem prap të mban suksesi. Radio po ecë shumë mirë. Eksfisi që po ecë tregom. Mirë shumë, Eksfisi si gjithmonë në rritje. Tash janë bo shumë vite që edhe jemi lideri pa diskutueshëm i derivateve, normal që kur të është rritja shumë e madhe e kompanisë, pastaj edhe njerëz familiarizohen me atë punë, edhe në njëjtën kohë shkon gradualisht u rrit, nuk ka rritje shumë të madhe që shka ndodh para disa viteve. Tash e shumë vite përpos Kosovës, ne kemi edhe vëmendjen shumë të madhe jashtë kufive. Tash jemi bo kompani internacionale, realisht jemi të funksionu në 4 kontinente. Pra jemi në Evropë, Amerikë, Afrikë, Azi. Momentalisht jemi prezent në 12 shtetet botës. Do më thonë, prej vitit 2022, kur edhe kemi fitu kontratën e parë me NATO-n që ka qenë kontratë globale dhe ka jetë gjatësi 5 vite, është pra kontratë që ka vlerë dikon afër 2 miliard euro, e që vjen direkt prej Kosovës dhe prej bazës tonë që ne kemi tek aeroporti. Pra jemi prezent në 12 vende të botës momentalisht, edhe synojmë edhe tentojmë që të zgjerohemi. A kanë kritere, me siguri kanë, po çfarë kritere mundet me pas një institucion si kjo që po e flet për me realizu një kontratë me një kompani derivate? Normalisht, kriteri kryesor është cilësia, kualiteti i produktit, edhe pastaj normalisht është edhe sinxhiri i furnizimit, mjetet transportuese, sa je efektiv, sa je fleksibil në raport me atë. Edhe na kemi pas vazhdimisht shumë kontrata të rëndësishme, referencat kanë qenë jashtëzakonisht mira, sepse ne funksionojmë në Kosovë me kampin Amerikan Bondsteel tash shumë vite, edhe funksionojmë me aeroportet e vendit edhe të regionit, edhe të ndërlidh të gjitha bashk, pastaj edhe referencat e mira, kanë qenë që ne të arrim në këtë pikë. Vetëm si vjet, do më thonë, kemi qenë prezent në shumë vendet e Evropës, po i përmeni disa prej tyne. Kemi pas projekte shumë të mëdha në bashkëpunim me NATO në Gjermani, Çeki, Norvegji, Lituani, Letoni, që realisht tash jemi edhe prezent. I kemi edhe punë shumë të rëndësishme që jemi të zhvillu në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ja vlen shumë të përmendet edhe njëjtën kohë është krenari për jo vetëm për Eksfisin si kompani, po edhe për vendin tonë. Kemi qenë prezent në kontinentin e Afrikës, kemi kry projekte atje, pritet që prapë të kemi gjatë këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm, edhe njëjtën kohë edhe në Azi. Jemi në pritje që sidomos edhe me Britaninë e Madhe të kemi projekte të reja. Shpresojmë shumë që deri në fund të vitit vetëm do ta realizojmë. A di që po më vjen me thonë më fal, pa e din atë forën hajder. Çaj lajme të mëdha jetë jo. E vërtet, është shumë e kuptueshme. Gjithë kjo kompani edhe është e Kosovës. Po, sinqerisht është punë shumë e madhe që bëhet në baza ditore, edhe realisht prej fillimit që ekzistojmë si kompani, nuk kemi bë kompromis me cilësi. Jemi shumë të kujdesshëm në atë aspekt edhe për çat arsye edhe përgjegjësia është e madhe pastaj. Shumë është e madhe, sinqerisht është shumë e madhe. Përpos edhe projekteve të reja që veç për me të kuptu drejt, ti po thu që në pikat e jashtë kufive të Kosovës na mundemi me pa edhe Eksfis, apo janë vetëm kontrata? Vetëm kontrata. Kemi partner ndërkombëtar, është aviacion edhe ushtri. Domethënë nuk ka pika retail që i thojmë ose pika shice. Pika shice kemi vetëm në Kosovë. Përpos i kemi 52 në këtë territorin, e kemi edhe pikën shice në kampin Amerikan Bondsteel, po ajo është në kuadër të ushtrisë. Pika e fundit ishte Peja. Po, pikën e fundit që e kemi hapë, që edhe atë ditë vetëm e bënëm zyrtare, është në qytetin e Pejës, pra është në qendër të qytetit.
Peja si pej ka pas shumë nevojë për një pikë të eksfisit në qendër, se gjithmonë kemi pranu telefonata që po janë pak ndalje të qytetit, po është pak ma problematike me mri, sidomos në qëtë jetë që po jetojmë që është shumë dinamike. Kështu që kemi bo zgjidhje shumë të mirë, edhe i ftoj gjithë që ta shfrytëzojnë pikën tonë, e kanë të hapën prej ditës së premtë, po jo të premtën ishim pushim, kështu që na e bënëm zyrtare për mes juve ditën e hënë, kështu që po shpresoj shumë që edhe janë nda të kënaqur ata që kanë shku, edhe shpresoj shumë edhe nuk dyshoj që do të kemi sukses sikur edhe në komunat edhe regionet tjera. Tash gjithë ky sukses dikujt edhe mundet mos me i pëlqyt. Ta merr mendja që është krejt normal, por jo edhe me të bo dam. E vërtet. Lajme pafund janë shpërnda, jo ndoshta pafund, ka pas adresat ma specifike që kanë shpërnda lajme për një ngjarje që ka ndodhur me derivate në një pikë në Arbri. Në pikën në Arbri. Çka ka ndodhur? Realisht unë e pata shumë dëshirë dhe tash edhe atë ditë, po kam qenë shumë i zonë këto ditë dhe kam qenë edhe jashtë vendit me projektet e reja, edhe nuk arrita me ardhë. Kështu që pata dëshirë edhe këtë rast me spjegu edhe me isqaru edhe klientët tanë që i kuptoj që mundën me unit shqetësum. Sa jo mu më bënë muni edhe shumë a shumë krenar, kur klientin dihet i shqetësum edhe thret në telefon edhe pyet se çka ka ndodhur. Sa i dëshiron me tregu që unë ty nuk ndroj, po veç po du me ditë arsyen pse po flitet edhe ku është problemi. Tash, a është veç fol, apo ka pas një të lashe? Tash tregoj. Në pikën tonë në Dragodan ka ndodhur një fatkeqësi, nuk ka pas të bëj kurgjë me kualitet të derivateve. Pronari i vendit që është ato, pronari i tokës, se ne funksionojmë shumicën e rasteve me qira në pika, gjatë procesit vaditës bashkës, e ka harru dikon ujë një shut rreth 5 orë. Edhe grumbullimi, sasia shumë e madhe ujit, vëllimi shumë i madhe i ujit që ka qenë, rezervarët e derivateve kanë një poset, i thojmë na se shakt në gjuhë popullore, është grumbullu sasia e ujit, edhe përmes një gypit aerosjes, që njerëz që e njohin industrinë e derivateve më kuptojnë ma mirë, ka hi një sasi e vogël e ujit, po kohezioni, do më thonë, prej orës 10 deri në ora 3, ka qenë 5 orë, kur grumbullimi i ujit ka ndodhur në pikë, edhe ka hi një sasi e vogël e ujit. 4 veturat e para që janë furnizu, kanë pas të lashe, po na me njerë kemi reagu, ka shku ekipa inspektuse, e kemi gjetë ku është problemi se nuk mundesh mi u përgjigj personit për derisa ti nuk e din arsyen pse ka ndodhur. Se na në start e dim që nuk kemi problem me kualitet, se kemi furnizim 100% të mallit grek në pikat tona. Do të thonë nuk bëjmë kompromis me atë punë. Edhe në momentin që kemi kuptu prej ka ardhur problemi, jemi taku me gjithë klient, kemi qenë jashtëzakonisht transparent dhe korrekt në raport me ta, çdo gjë që ju ka ndodhur ja kemi kompenzu. Edhe më ka ardhur shumë mirë edhe prej anës tyne, bile edhe kur u nisa me ardhur në emision, më shkrujti njëri prej tyne, tha unë jam në gjendje edhe me u lidh live me ju tregu, thash jo, faleminderit, s'ka nevojë, po ju kemi nejt shumë afër edhe ata prap vazhdojnë me qenë klient tanë, po s'ka pas të bëj kurgjë me çka është shkru, nuk ka pas derivate jo cilësore që kanë qenë titujt, po ka ndodhur një fatkeqësi për neve e një pakujdesi prej pronarit pikës, na ende realisht jemi të inspektu deri në fund, sepse është harru uji, po besojmë që ka qenë vetëm një pakujdesi, i kemi gjitha pamjet, xhirimet i kemi ofru, po për shkak të privatësisë edhe nuk kemi dëshiruar mi publiku, po klientëve, ata që kanë qenë fatkeqësisht të dëmtuar, kur kanë ardhur në zyret tona, ja u kemi dokumentuar dhe ata vetë personalisht janë binë që s'ka pas të bëj kurgjë me eksfisin këtë rast. Po janë disa gjana që edhe nuk mvaren prej neve dhe në këtë rast na ka ndodhur dhe kemi pranuar dhe e kemi sqaruar edhe vazhdojmë tutje. Unë e kisha inkuraju çdo klient tanë që ka pas shqetësime gjatë ditëve të fundit, është i mirë se ardhën si gjithmonë në zyret tona që i kemi, edhe jemi në gjendje me qenë transparent maksimum mi tregu prej sinxhirit furnizimit kur e marrim naftën vetëm nga prodhues. Do të thonë kemi në pikat tona edhe për partner ndërkombëtar kemi 100% mall grek, ku është cilësia, kisha thonë me plot kuptimin e fjalës më e madhe në Evropë sikur cilësia e derivateve, edhe nuk ka vend për shqetësim. Kundrejt kësaj,
unë prapë kisha specifikuar që na jemi kompania vetëm në Kosovë që posedojmë laboratorin e licencuar dhe akredituar, nuk e përdorim për nevoja komerciale, përdorim vetëm për nevoja vetanake që vinë si rrjedhoj e marrëveshjeve që i kemi me partner ndërkombëtar, po njëjtën kohë edhe për kontrollimin e cilësisë për pikat tona. Pra prej momentit kur të niset nafta nga rafineria deri në momentin që mbrin në pikën tonë, filtrohet deri në 12 herë që me qenë me pastërtinë edhe me kualitetin më të lartë kur të vendoset ose kur të furnizohet makina. Çka vlen edhe tutje me cek është që prej prillit, prej muajit kalum të këtij viti, jemi bo antar edhe jemi kompania e rrallë në Ballkan, kisha mujt me thonë ndoshta edhe e vetme, që jemi pjesë e GIGUT, GIGOR Joint Inspection Group. Do me thonë është institucioni më i lartë i cilësisë në raport me sinxhirin e furnizimit të aviacionit, pra duke fillu prej rafinerisë e deri në momentin kur në këtë rast aeroplani furnizohet, edhe kontrollohen çdo detaj, do me thonë transporti, mënyra se çështje e mban deponi tua të derivateve. Edhe realisht ka qenë shumë kënaqësi për neve si kur kompani, po edhe për vendin përgjithësi që me u bë pjesë e atij institucioni që është një farë forme kontroller edhe inspektues i 2750 aeroporteve në krejt botën, edhe njëjtën kohë bëjmë pjesë në atë institucion mbi 100 vende që janë anëtare, e njëra prej tyre jemi edhe ne si kur kompani nga Kosova. Dashta me përpilum këtë formë që me ju tregu njerëzve që çaq i rrim gati dhe njëjtën kohë çaq jemi shumë serioz dhe shumë të interesuar që për çdo ditë me e rrit nivelin e shërbimit edhe produktivitetit ton, nuk bëjmë kompromis në këtë punë, edhe njëjtën kohë përpost që jemi pjesë e GIGUT, që unë realisht sot preferova dhe me i sjell fizikisht veç me ju tregu njerëzve se për çka po bëhet fjalë. Kjo pra është njëra ndër institucionet më të rëndësishme në botën në industrinë e derivateve, edhe ne jemi pjesëtarë të saj prej muajit prill të këtij viti. Ja. Për ata që na ndëgjojnë ju kërkoj falje, për ata që na shohin e keni dokumentin këtu. Që realisht është dokument shumë delikat, po vendosa vetë personalisht me sjell veç me i qetësu klientë tanë që i kemi ndër vite. Po ashtu është edhe organizata SGS që i thojmë na, është organizata që e bën kontrollin e cilësisë të derivateve, të mjedisit edhe të sigurisë në punë. Pra janë 3 faktorë që janë shumë kyç që kompania që e ushtron këtë detyrë me qenë sa ma produktive në raport me produktin e saj. Edhe ne gjithmonë prej që funksionojmë, edhe tash 15 vite që kemi kontrata jashtëzakonisht mëdha, jemi vazhdimisht pjesëtar të këtyre institucioneve, janë institucionet më serioze, edhe realisht në çdo auditim të tyre ose në çdo kontroll të tyre që e kemi pas, që realisht GIGU kontrollin e fundit e ka kry para 2 dite në aeroportin e Shkupit, ku ne jemi prezent, kanë dalë rezultate fantastike, do me thonë as edhe 0.01% nuk ka pas dikun pa rregullsi në raport me punën që e bojmë, edhe kjo është çka bëjmë ne. Edhe organizata ndërkombëtare që neve nuk na bojnë me dyshu se keni pas një të njofshëm aty, por janë organizatat botës. Mirë, Genc, prej kur ka arë në studio, ka pa fund telefonata? Po shpresoj që njerëz e din arsyen apo? E di arsyen, kështu që edin pa arsyeja edhe kanë të drejtë, dojnë me pyet, a keni me ish përbly dëgjues tan? Gjithmonë të edin që primeki? Po. Sot për shembull çfarë po japim sot? Po, sot. Hajde të mirë na të ngum, hajde të tash përblimi. Na nuk kemi çka me jep për pos derivate, kështu që ti e din që na japim. Unë me shumë kënaqësi i kisha dhuru 2 rezervara falas për 2 dëgjues të parë. Okej, a bën bashkë në studio se po më i lojnë fajet. Jo, ja dha ti një rezervar, jo. Prapse vendimi final është i joti, po. Jo, vendose sot lutem se kom pas të lashe herën e kalume me rezervar. Hajde shkoj me telefonata, Gencin e Xfisit e keni këtu, mos harroni fillimisht me falendëru për ato rezervar pa fund që jep Xfisi, dhe nuk bën me 10 euro shpërblim për dëgjues ose 20 euro rezervar. Kur jep shpërblim, e mush ton rezervarin për ju. Alo. Alo, më mëngjesi.
Mirë mëngjes. Ju përshëndet shkëlqimi. Hajde shkëlqim. Ku je? E uroj jam momentalisht në Lipjan. E uroj Gjensen për çështjen profesionale që i dha për gjithë ato informacione. Unë jam klient i Xfisit dhe me gjithë ato do të uroj për këtë gjigin Joint of Inspection Group. Joint of çike vetë se ka hyrë në këtë farë cilësinë e naftës, urime, përgëzime pa numër ta. Sa lezet, shumë lezet. Shkëlqim faleminderit kështu që po ma ndrit një fytyrën. E vërtet është. Një rezervar për ty. Me këtë kuptimin e fjalës. Po, e meritoj, shumë e meritoj. Qëndroj në lim privatet, lutem. Ja jep të utës detajet ku qështë qka tek, faleminderit shumë. Edhe një rezervar për... Alo? Alo, mirë se erdhe? Tjetra. Alo, mirë se erdhe? Oh, e kemi blok telefonin tjetër. Oke, presim edhe një telefonat. Gens, sa knatësi edhe me punu për një kompani si Xfis, ja? E vërtet. Edhe a ditë kur u lidhëm në lidhje direkte, thash që përpos që e kemi pas një javë pak më të ngarkuar në raport me diçka që s'jemi mësu, po ka qenë edhe njëjtën kohë shumë e mirë për neve se sinqerisht e kemi kuptu sa klient lojal kemi. Do i kemi u ndi krenar në raport se për çka të thërshin, jemi ndi mirë, kështu që kjo është rezultat i një pune që është bo ndër vite, nuk bo brenda ditës. Jo brenda ditës. Alo? Përshëndetje. Hajde, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, përshëndetje për zamda për juve. Vetëm prezantimi atë profesionali misafirit ju i tregoj se sa serioze është kompania ku ai punon, edhe për shërbime po dihet, cilat janë kualitet. Si e ke emrin? Unë jam Bledar për Prizrenit. Bledar, qëndroj në lim privat edhe për ty një rezervar. Faleminderit shumë Bledar. Faleminderit shumë, ju përshëndet. Respekt. Sa lezet. Këtu llogaritë që edhe për mua është kënaqësi shumë e madhe me pas klient Xfisin. Edhe me qenë të e ki një kriter shumë të rëndësishëm me se njerës ndoshta nuk e din, po unë kom qenë pjesë e Dugazhinit, kështu që e di sa delikate jenë raport me kompanitë që dojnë me qenë prezente të radarit, se dhe të e ki një përgjithësi në raport me shikus të ndëgjus që i ki. Ne kemi program interaktiv dhe gjithmonë jam nisë prej asaj që ne mund të kemi një telefonat e kur s'kisha dasht me pas atë telefonat, kur thot krejt qa ke fol për këtë biznes, nuk ka qenë ashtu, e ndaj kompromise nuk ka. Faleminderit Gens, ke shumë kënaqësi me të pasë në studio. Suksese pa fond për Xfisin, ju shkoftë mbar. Shumë faleminderit. Kënaqësi që jeni pjesë e radarit. Gjithashtu edhe për neve është shumë kënaqësi me qenë një pjesë e një emisioni si kur radari, përpos që është emisioni ma i ndëgjuar dhe i shikuar në Kosovë në këtë kohë. Na jemi shumë krenar që vazhdimisht edhe kontribuojmë në raportin human qysh na kërkohet prej anës t'juj, edhe e di që ke bo punë shumë të madhe qysh cilësojnë edhe tjertë përpos një gazetar edhe drejtoreshe radios shumë e suksesshme, një të në kohë edhe një gru që ndihmon shumë, kështu që ti e din që derën të na e ki hapë. Shumë faleminderit edhe për anën humane. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë. Gens Bajrami. Vjen nga kompania Xfis për gjithë këtë diskutim që e bëm sot, e falenderoj shumë edhe për krajen që i ka bot gjitha rasteve humanitare që ka pas radar, e besa edhe për gjithë rezervar që i ka dhonë për juve që jeni ushtar të radarit.